jam kjo gjykon të besuar. Është pa kapshëm është. Momentet e fundit për çavoni. Po problema shumë. Kësaj gjykatë më besuar zor. Është para molla, kanë jap si pak 6 vite jetë me t'ju. Unë e di se domethënë më nejtë, nuk më nejtë 3 vjetë e gjys. Ma, kjo është problemi që na ka dëmtu shumë. Shumë na ka dëmtu. Për ne është një vendim i papranueshëm duke i ditur që është stërgjat kjo procedura, po mund të them kjo gjykatë ka stërgjat vendimin dhe ata janë duke mbajtur peng që 6 vite veç po shkojnë, ata janë duke mbajtur peng presidenti dhe të tjerët. Tash kjo gjykatë më shumë po gjason sigurisht instrument politik. Jo instrument i drejtësisë, po instrument politik. E vazhdojmë 60 paradis sa mujve, marrë, tash apet e vazhdojmë në sa përbjen në 67 ditë përbjen deri me 16 shtator, diku në ora 10, po në fund është një datë dhe një orë të si u caktu, po për është e papranueshme, se pritja gjatë të me dyshu, ne po na me dyshu tash, që fakt si nuk është gjëqësi, po është politike. Dhe kjo pritje që po bëhet nuk është mjes për familjen, as për të afrim, pas për neve, si organizator të pas për juve, si qytetarë të Kosovës, kjo pritje, se po na me dyshu, mos po ndodh aja me e keqa që dhash zoti ose ndodh, nuk besoj që do ndodh, po për është e papranueshme ne të shpejti me kryesi do të ulemi, do të bisedojmë dhe do të kyçojmë çfarë hapa do të marrim pas ditës tonë e anej, apo do të organizojmë ndonjë protestë, apo do të dalim baknoqën që tjetë, tash nuk mujt para gjykoj kurrë, po ne nuk do të rrim duar kryq. Këtë shkelje që e përmendet e mujt të thomë një mbo shkelje si që muna mi numëruhe, s'mu mi numëru, so shkelje ka po kjo gjykatë deri me sot. Po kjo është shkelja fund që e boni me ditën e djeshit, ku ne gjithë kemi përgatitur, gjithë kemi menduar që me 20 korrekt po merr fund. Verdikti, gjithmonë po merr fund ato të mirën tonë, të mirën e tyne që në burg. Po kjo që na befazet është gjykata thotë do të merr vendim veç e veç, për çdo një veç e veç. Kjo unë e di pse ka bëu këto, ka bëu ti ul tension në Kosovë, të ul tension të njerëzit, të qytetarët, të krejt, po ne nuk i besojmë kësaj gjykate. Prap nuk i besojna. Kjo gjykatë ka manipuluar shumë, ka kaluar shumë me neve, duke ditë që ka marrë dokumentacionin nga Serbia, nga prokurori serb, edhe nga njerëz të fabrikuar apo të përpunuar. Dhe këto është frika jonë që ne tash nuk i besojmë kësaj gjykate. Edhe thashë në fillim, pikërisht kjo gjykatë ma çon mollën e gjykata të Jugoslavisë, gjykata e Jugosllavit aty ka qenë gjykata politike. Tash kjo po që s'kam dash besoj këto kur, s'kam dash as që mendoj që kjo gjykatë mund të jetë e tillë, po ja që kjo gjykatë po do më na dal gjykatë politike. Kur pyetit cili prit një vendimi besoj edhe ju e dini, edhe unë. Vendimi do të jetë në anën tonë pozitive, më të mirën e mundshme. E mira e mundshme mu liru ata, edhe duhet mu liru, se s'ka bazë, s'ka fakt, s'ka argumente. Dhe ne shpresojmë, dojmë me besu fuqishëm unë, edhe gjithë ju, edhe veterantë, që këta do të lirohen. Edhe qytetarë shqiptarë janë mendimi që këta duhet të liru, që nuk ka fakte. Në moment që s'ki argumente, do të thotë ka marrë dokumentacionin nga Serbia. Dhe jo nga njerëzit këtu që kanë vepru, po ka marrë fakte nga Serbia, ku me çdo kusht për me epshet e Serbisë me knoq, apo të Rusisë edhe të Serbisë me knoq epshet e tyne, edhe ka marrë në burg krerët e Rusisë në Rusus apo krerët e shtetit, të cilët e shpallën pavarësinë dhe të cilët e sollën në lirim bashkë me qytetarë, kuptohet se lirimi që ata katët s'kan mundë sjell, po bashkërisht me njerëz ata kanë qenë bashkësit e këtyre përjekjeve kaq të mëdha të shtetit të Kosovës dhe bashkë me qytetarë kemi prokuar sot pavarësia ku jemi. Edhe besoj që këta njerëz duhet lirohen të gjithë pafajshëm, dhe duhet më liru pafajshëm se ashtu është puna, që kur thom ashtu, s'ka për argument, s'ka fakt. S'ka fakt. Kjo është gjykatë që duhet të paktën moralisht kjo gjykatë, që është gjykatë e Evropës, nuk duhet me gjithë qytetarën e Evropës, para këtë të krymë e thonë, ja Evropa shka boni me neve me 2 milion shqiptarë. Besoj se Evropa na ka borç njëve shumë, dhe këtë borç duhet me pagu tash, me mirësi, duke treguar realitetin edhe veç drejtësi asgjë më shumë.